Vendimi qeverisë është. Është vendime që ka shku. Jo, zoti Sadiku, nuk shkon kështu. Nuk ka vendimi qeverisë. Kjo propozim buxhet. Propozim zoti Sadiku. Kjo është lojë fjalësh, unë po them, është vendimi qeverisë, tani sa është i lidhshëm kjo, është çështje tjetër. Sa i merr mbështetjen ajo. Çfarë është vendim? Vesh një dëshirë e projektuar, po njerëzit kanë me menu që ky ja ka rrit pensionin, pagën edhe shtresat. Jo. Ky i ka mashtru për me ja ble votën. Nuk ka vendim qeverisë, sepse duhet me kalu buxhetin kuvend Kosovës. Po shikoj qeveri edhe në kuvend. Më loj fjalë se hiç janë të rëndësishme çaj të folë edhe veç po u. Çata ka rrit pagën po mendon. Jo, ti arrit se ky është sektor privat. Vetë në qeveri, vjekun vetë qeveri edhe kur ndjedhet qeveria merr vendime. Çore ku e ki datën e vendimit, numër 01273. Datë 13/10/2025. Shkruan vendim. Ve aprovuat di proces verbalit, bla bla bla. Këtë të sani të thonë. Si e të bukë sishti, absolutisht, se një qeverisjen. Jo me s'panoj me diskutu. Aprovuat projekt ligji për ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020. Po prandaj po them është lojë fjalësh, ajo është vendimi qeverisë, sa shkop tutje se ajo duhet edhe kuvendit. Është çështje tjetër. Jo, kushtet. Zoti Sadiku të nol me shiko. Kur merr vendim qeveria për rritje pagë, ajo ekzekutohet më një herë. Po jo se ti Nuk e voton mo ligjin e qeverisë për rritjet paga, është shtresave. Po mira, ajo rritet e paga ka forma të ndryshme. Forma të ndryshme ka si mund shkojë. Ky ka propozuar buxhetin për 26-ën koleg. Ky si ka rrit paga. Me çfarë buxheti rrit paga? Nëse s'miratos rritën paga. Pa program elektoral ky. Tash se do të Po, muj me dal me thonë, bravo Albin, shkelqyshum ke vepru. Pse se ka po në qeveri me kompetencat plota në 10 orë të vitit kalu, rritjen e pogave, se se ka po që kaq. Okej, e pa vërtet, që kjo mbashtrimi zotit Venori, adim sa është e pa vërtet, sepse 10 orë ka ditë sa pojt e projt. Okej. E jo në qeverin në detyrë, kur e ka të ndalu